Kur Tirana hesht, pse shteti shqiptar nuk I mbron me të njëjtën forcë shqiptarët jashtë kufive? Nga detyrimi kushtetues të diplomacia e friksuar, analiza e një shteti që flet për kombin në festa, por rrallë e mbron atë si prioritet të politikës së jashtme. Shqipëria zyrtare e ka të shkruar qartë në themelin e vet kushtetues. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Po në të njëjtin nen, shteti angazhohet edhe për mbrojtjen e shtetasve shqiptar jashtë vendit dhe për ruajtjen e lidhjeve të tyre me trashëgimin kombëtar. Pra, në letër nuk ka asnjë paqartësi. Mbrojtja e shqiptarëve jashtë kufive nuk është dekor patriotik, por detyrim shtetëror. Megjithatë, realiteti politik jep një pamje tjetër. Në praktik, politika e jashtme e Tiranës është ndërtuar kryesisht rreth tre boshtesh: integrimi në Bashkimin Evropian, stabiliteti rajonal dhe fqinjësia e mirë. Vetë dokumentet zyrtare të shtetit e vendosin integrimin evropian në thelb të politikës së brendshme dhe të jashtme, ndërsa Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e përsërit shpesh se rajoni ka nevojë për pajtim, respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim të sinqert, jo për përplasje. Këtu nis nyja e vërtet e problemit. Shqipëria nuk është se nuk e di çfarë ndodh me shqiptarët në Greqi, Serbi, Maqedoninë e Veriut apo Malë të Zi. Përkundrazi, vetë arkiva dhe struktura e ministrisë tregojnë se shteti mban dokumentacion, analiza dhe dosje specifike për statusin e shqiptarëve në këto vende, për të drejtat që u njihen dhe për problemet që hasin në ushtrimin e tyre. Pra, mungesa nuk është mungesë informacioni. Mungesa është mungesë vullneti politik për ta kthyer këtë çështje në presion diplomatik të qëndrueshëm. Në Serbi, sidomos në luginën e Preshevës, çështja shqiptare mbetet një nga plagët më të dukshme të rajonit. Raportet dhe vlerësimet e viteve të fundit flasin për ankesa mbi diskriminimin, nënpërfaqësimin në institucionet shtetërore dhe problematika të vazhdueshme në ushtrimin e të drejtave. Edhe në SHB është hedhur në tryez një nismë ligjore për të kërkuar vlerësim të diskriminimit ndaj shqiptarëve në lugin. Nga ana tjetër, reagimet zyrtare të Tiranës, kur kanë ardhur, kanë qenë më së shumti simbolike ose të pjesshme. Një shembull është mbështetja me bursa për studentët nga Presheva, e dobishme, por larg nga një strategji e plot politike për mbrojtjen e të drejtave kolektive. Në Maqedoninë e Veriut, tabloja është më komplekse, sepse shqiptarët atje nuk janë një komunitet I vogël periferik, por faktor shtetformues dhe politik. Megjithatë, edhe aty çështja e përfaqësimit të drejtë, e zbatimit real të barazisë institucionale dhe e ekuilibrit etnik vazhdon të prodhojë tensione. Raporti I Komisionit Evropian për vitin 2025 evidenton se nuk kishte shifra zyrtare për përfaqësimin e drejtë në vitin 2024 dhe se vlerësimet tregonin mungesë ndryshimi në peshën e grupeve etnike në administratë. Kjo do të thotë se edhe aty ku ekziston kuadri politik, zbatimi mbetet I pasigurt. Tirana, megjithatë, rrallë del me një zë të qartë kur balancat e fituara nga shqiptarët duken të rrezikuara. Në Malë të Zi, problemet janë më pak të bujshme, por jo më pak reale. Burime ndërkombëtare raportojnë se shqiptarët mbeten të nënpërfaqësuar në punësimin publik, përballen me përjashtim ekonomik dhe me diskriminim të përditshëm indirekt. Madje ngrihen edhe shqetësime për mësimdhënien dhe përfshirjen e historisë dhe kulturës shqiptare në kurrikula. Sërish, Tirana ka zgjedhur më së shumti gjuhën e marrëdhënieve model dhe të fqinjësisë së mirë, jo gjuhën e kërkesës së fortë për standarde të matshme. Rasti I Greqisë është ndoshta më I ndjeshmi dhe më domethënësi. Athina ka ditur ta përdorë shpesh me forcë diplomatike çështjen e minoritetit grek në Shqipëri, deri në pikën që e ka lidhur mbështetjen për integrimin evropian të Shqipërisë me respektimin e të drejtave të tij. Kjo është thënë publikisht edhe nga kryeministri grek. Në kahun tjetër, Tirana ka preferuar një ton shumë më të butë, flet për partneritet strategjik, uramisie dhe bashkëpunim, ndërsa temat e dhimbshme si mungesa e simetrisë në trajtimin e shqiptarëve, çështja çame apo problemet e emigrantëve shqiptar në Greqi rrallë shndërrohen në vijë të fortë shtetërore. Kjo asimetri është e dukshme. Njëra palë e përdor temën etnike si instrument presioni, pala tjetër e trajton si çështje që nuk duhet të trazojë marrëdhënien. Atëherë, pse ndodh kjo? Arsyeja e parë është dobësia klasike e shtetit shqiptar në konceptimin e vet. Tirana shpesh sillet si administratë që menaxhon ditën, jo si shtet që mendon kombin në afat të gjallë. Ajo investon më shumë në diplomacinë e imazhit, në samite, në fotografi, në formula të pranueshme për partnerët ndërkombëtar, sesa në ndërtimin e një doktrine të qartë për shqiptarët jashtë kufive. Edhe strategjitë për diasporën janë më të fokusuara te angazhimi I komuniteteve në zhvillim, ekonomi dhe lidhje me atë dheun, jo te mbrojtja politike e të drejtave kombëtare në hapësirat ku shqiptarët përballen me presion institucional. Arsyeja e dytë është frika diplomatike. Elita politike në Tiranë ka ndërtuar bindjen se çdo artikulim I fortë për shqiptarët në rajon mund të etiketohet menjëherë si nacionalizëm destabilizues. Për pasojë, ajo e ka tepruar në drejtimin tjetër, ka zgjedhur vetë kufizimin.
Ky vetë kufizim paraqitet si maturi, por në shumë raste duket më shumë si dorëzim paraprak. Një shtet serioz mund të kërkojë standarde për shqiptarët në rajon pa rënë në retorikë primitive. Mund të kërkojë reciprocitet, respekt për gjuhën, përfaqësim, arsim, pronë dhe dinjitet, pa kërcënuar askën. Problemi ynë nuk është se kemi folur shumë, problemi është se kemi folur pak dhe shpesh pa vazhdimsi. Arsyeja e tretë është përdorimi selektiv i patriotizmit. Brenda vendit, politika shqiptare e përdor shpesh kombin si dekor elektoral. Flamuri del lehtë në podium, por zhduket sapo tema kërkon kosto diplomatike. Kjo e bën patriotizmin zyrtar të duket ceremonial, jo funksional. Kur vjen puna për të përballur me presionet e jashtme, me interesa ekonomike, me integrimin në BE apo me nevojën për të ruajtur qetësinë rajonale, çështja e shqiptarëve jashtë kufive shtyhet gjithmonë për më vonë. Kjo nuk do të thotë se Shqipëria duhet të kthehet në një shtet që prodhon konflikte. Përkundrazi. Por ka dallim të madh mes diplomacisë së përgjegjshme dhe diplomacisë së mpirë. Shqipëria mund dhe duhet të mbrojë shqiptarët në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi dhe Greqi me instrumente krejt normale shtetërore, raporte periodike publike, kushtëzim diplomatik, ngritje temash në forume evropiane, koordinim me partnerë ndërkombëtar, mbështetje juridike, arsimore e kulturore dhe një standard të qartë reciprociteti. Kjo nuk është radikalizëm. Kjo është politike jashtme normale për një shtet që respekton kushtetutën e vet. Prandaj pyetja, a kemi qeveri kaq të paaftë apo qeveri që si bëhet vonë për kombin, nuk ka vetëm një përgjigje. E vërteta është më e hidhur, kemi një shtet që shpesh zgjedh të jetë i zoti në heshtje, sepse heshtja i kushton më pak se përballja. Dhe pikërisht aty qëndron dështimi. Jo te mungesa e fjalëve patriotike, por te mungesa e guximit për t'i kthyer ato në politikë. Në fund, problemi nuk është se Tirana nuk e di. Problemi është se Tirana e di, por e llogarit se heshtja i leverdis më shumë.